ende nuk I dim arsyet sepse Partia Demokratike ndjes past e ka bojkotuar këtë seancë, por shpresoj shumë që të jetë në seancat ndihmë, kush mendon se mund t'i bëj presion deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për të ushtruar detyrën e tyre në përputhje me kushtetutën dhe detyrimin që Kuvendi ka për të vijuar punën në këtë moment historik të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian e ka shumë gabim. Nazizmi kështu lindi, duke sulmuar Reichstagun, duke I vënë zjarrin parlamentit. Këta nuk kanë asnjë dallim. Dhe prandaj qëndrimi I këtij kuvendi duhet të jetë I qartë, jo I ndarë në krah. Këta e humbën davan që ditën e parë, nuk kanë pasur kurrë besim se këta mund të jenë një parti që dinë çfarë është shteti. Arritën deri në pikën sa sot u tremën nga vezët. Nuk erdhën të bëjnë detyrën e shtetit për shkak se kishin frikë nga vezët. Protestuesve, në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, dua të jem I drejt për drejt. Pak ditë na ndajnë nga momenti kur koha e dialogut me ju që kishit arsye legjitime për të protestuar, po vjen. Që nga shqetësimet për natyrën, deri tek zemrimi ndaj gjithë kujt për jush, ndaj atyre që kanë shpërdoruar besimin mbi karrigen e pushtetit dhënë nga Partia Socialiste. Arsyet e sinqerta të protestës nga ana jonë janë të gatshme, jemi të gatshëm t'i dëgjojmë dhe sigurisht të reflektojmë duke I dëgjuar ato.